Çdo lloj seni që të mund bëhet dikush mjet, çdo lloj senit që mund bëhet dikush mjet, kur mos u akmer vet. Kështu thot Zoti. Kur. Këtë shumica njerëzve e morin për si dobësi. Kitsan. Kjo ka diçka shumë të fshehur, se shumica njerëz as mendin se ka qenë. Tash kur dikush e zëm shembull dret, dikatanin, larg qoftë. Tash do kuroje të madhe, do forcë të madhe me marr, se shumica për ju më thonë, po do forcë të madhe me marrë me shumë evra tjetër, se ban kollaj. Forcë më qa, 3 kile tete, 3 kile beret, qa që një forcë? Apo 10 kile kalash, me majmë dorë, kjo është forcë? Apo mos e keni llafin nga ana psikologjike, se don me pas guxim të madh. Vërtet që do me pas guxim të madh. Po t'ja tham një guxim më të madh që do të me pas. Një psikologji më të madhe, është për me e fal tjetrin kur me të vërtet i ka po kërcëret, këshiet. Që do në guxim më të madh, do forcë më të madhe. Se duke marr hak, ti vetë personalisht i dezervu dobësi. Nuk e ke qenë limitin e forcës aty ku duhet. Po kur e fal dikan që ti ka bot tona të zezat, ka vrarë dhe njeriu dhe i aftë me fal, aty ke arrit limitin e forcës si mashkull. Le të jetë avokati jot Zoti. Le të jetë avokati jot Zoti. Fal çdo njeri që të ka bë keq. Kur fal, çliron 2 shpirtra, tonë dhe të ti. Le të jetë avokati jot Zoti. Je maj fort nëse fal se sa ai që vret e që e akmiret. Maj fort je. Zoti din. Zoti ka kriju edhe ata që të ka bo keq, Zoti ka kriju edhe ty. Si a ke dhënë ti jetën ati? A kupton? Kështu që veni Zotin prioritet në jetën e tuaj. Numër 1, prioritet. Çfarë thot Zoti do bajo? Edhe unë shkoj kundra të ndimeve të mia, kundra gjënave të mia. Ama unë nuk kam këtu për me thënë se jam më i mirë se ju, unë jam më mëkatori si ton ju, unë jam i fundit i juve. S'jam i parë ju, jam i fundit. Jam më mëkator se ju, si ton ju. Por munohem, as jam më i mirë se ju, unë jam më i keq se ju. Por ama munohem me ato forca, do të thënë munohem edhe i lutem Zotit gjithmonë me më dham forcë me më pas aktiv mjet, me pas tak me më dham zgjuarësi me më pas aktiv mjet, e mos më fokusu në gjatë që ja. Kështu që Zoti do të më qenë numër 1 prioritet. Do flasun edhe më atje për me vitet e ardhshme për besimin tema në gjëra, por nuk është momenti tani se po fola tani ju shpërndani si pulat kur hin dhepla në vath. Pam, him dhepla mëna, nuk do jemi në gjuhë për realitetin, nuk do në gjuhë vërtetën. Kështu që me kohën të sajnë dhe i bim gjona step by step, gradualisht. Kështu që gjithçka që të ka bëu dikush, mjet fale. Fale, boshatisë zemrën tënde nga inati. Boshatise. Edhe fokusohu në veten tënde, rregullo jetën, rregullo gjithçka, biznesin, trupin, gjithçka. Është më mirë kështu. E kam provu vetë.